Bilbili i Kosovës, mbretresha e këngës shqipe, primadona e melosit popullor, Ema Sumak shqiptare, Madam Butterfly, Fryti i kristalt, janë disa nga epitetet të cilat legjenda e muzikës shqiptare dekada e dekada i grumbulloi pranë vetes. U lind në vitin 1933 në një fshat të vogël të quajtur Pagarusha. Si një vajzë e thjeshtë, Nexhmia vijoi shkollimin në vendlindje, duke vazhduar mëtej në Beograd në shkollën e muzikës. Karriera e saj muzikore fillet i mori në radion e Prishtinës në vitin 1948. Veprimtaria e saj muzikore 40 vjeçare është aq e gjerë, saqë është vështirë të thuhet se cilit zhanër i takon, sepse ajo këndoi thuaja në të gjitha zhanret. Është e njohur për interpretimet e saj të shkëlqyera në muzikën popullore, por ajo në anën tjetër këndoi me sukses edhe operë. Nexhmia Pagarusha ishte edhe si aktore e suksesshme, si në film ashtu edhe në teatr. Rëndësia dhe vlera e veprës së Nexhmies është çmuar e vlerësuar nga kompetentët dhe njohësit e artit. Opusi i këngëve të Nexhmies ishte shumë i gjerë dhe ajo ka shkëlqyer në të gjitha zhanret. Nexhmia Pagarusha, e cila ka qenë dhe ka mbetur fenomen e papërsëritshme, e cila gjithnjë ka zgjuar dhe zgjon këshërinë tonë, sepse pos vlerave artistike të pamohueshme, ajo na ka prezantuar denjësisht në kohrat më të vështira të vendit tonë. Ka bërë që muzika shqipe të dëgjohet, duart trokitet e të dëshirohet nga popujt të ndryshëm. Askush nuk do t'i harrojë interpretimet e saj, që nuk ka qenë vetëm thjesht arti të kënduarit, sepse ajo në interpretim kalonte dimensionet e një simfonie të përsosur, ku njeriu e ndjente veten të përmbajtur, por të plot, me gëzime në imazhet e saj interpretative. Ajo na fali këngën, kurse poetët i thurën vargje e kompozitorët kompozuan këngët kushtuara asaj, Bilbilit të Kosovës dhe hyneshës së këngës, pra divës sonë. Sa këndonte e adhuruan, kur pushoi së kënduari, nuk e haruan. Nexhmia Pagarusha është institucioni ynë i lartë muzikor, akademia jone vetme muzikore, opera jonë, muzeu ynë i vetëm etnografik, monumenti ynë i vetëm folklorik, e megjithatë nuk ishte dhe nuk është në mbrojtjen e shoqërisë si disa kisha e xhami. Fundja, në mungesë të tempullit të kulturës e kemi Nexhmien, në mungesë të filharmonisë e kemi Nexhmien, në mungesë të galerisë e kemi Nexhmien. Pas një kohe të gjatë që mungoi në ekranet tona, e madhja zonja Nexhmia Pagarusha, së bashku me kolegen e saj, këngëtarin e mirënjohur të asaj kohe, të cilat e shkruajtën historinë muzikore në vendin ton, Shpresa Berisha, na dhan kënaqësinë të bisedojmë dhe të shpalosim edhe një herë kujtimet, emocionet, problemet e gëzimet që përjetuan gjatë gjithë karrierës së tyre, e cila nuk u harua dhe nuk do harrohet asnjëherë. Zonja Nexhmie, zonja Shpresa, mirë se erdhët në emisionin ton prive. Faleminderit shumë që e pranuat ftesën ton, kemi nderin që kemi këtu. Unë me shumë dëshirë e pranova këtë thirrje edhe kam dëshirë që ky emision në vërtet ketë një vlerë e besoj që kam me ndihmën tënde. Irma. Zonja Nexhmie, të filloj me ju. Në kohën kur ju keni qenë këngëtare, kur keni qenë artiste, ka qenë një kohë shumë e vështirë ta zhvilloni muzikën e juaj. Kom pas vështirësinë normal, sa herë kom dashur në tërhik, po nuk di, nuk kom qenë e vetëdijshme që kam shtyke. Jo, s'kom pas një dëshirë që më tregune, po vetëm një obligim në shpirtin tim, në dhe dijen time, në ndërdijen time ka qenë që unë kënoj edhe t'jap diçka për kombin. Zërin e saj dhe talentin i adhuroi Zoti. Vështirë të përsëritet një cilësi zëri e dhunti muzikore që pati ajo, por si një vajzë e re dhe me shumë ambicje që ta çojë vendin e saj në një nivel tjetër, çdo pengesë e çdo problem e tejkaloi me fuqi. Për njerëz, publikun në gjerë kemi qenë femna jo të moral, jo pa moral. Kështu kanë menduar atëherë. E unë, sidomos unë, kam pas shumë momente të vështira gjatë karrierës time, edhe
çuditem nga njëherë kur më kujtohet se si ku mujt me i përballu, sigurisht se kom qenë e re, bile nga njëherë vinte turp me dalë në rrugë, se e disha që kam gjonë, me më shtrem në muaj që shpo kënoje, diçka e me në qyra në kënej. Kohë e vështirë për të gjithë, por kënaqësia të qenit këngëtare, duart trokitjet e publikut, kanë qenë dhuratat më të çmuara në botë. Me mall të madh e me shumë dashuri e melankoli, Nexhmia kujton disa nga artistët dhe kolegët e saj që ende emri i tyre i hën në muzikën tonë. Megjithëse që unë nuk kam qenë e para me e ka qenë Zyra Mula e para. Sa një që këmë E kom dashur shumë, e kom pas një pjesë të madhe, për ndryshe është nana e Kingdomit në Gjesram tonë humoristit të mirë që e kemi dhe kemi pas. Mandej ka qenë Melihate Hasani, unë atë kur se harri pa përmen, se ajo ka dhanë anglisht në gjimnaz. Nuk e edhe është hala gjallë mirë, por nuk takohemi, ajo kënën të bukur, edhe unë shoshnosha me te, sigurisht ajo ka qenë pak ma vjetër se une. Ajo kënën të rrugës edhe une e mbajsha zanin e ditë, edhe ajo më kërë. Ti për herë para, hajde me kënë në radio, hajde. Jo, nuk di, nuk muja në këne edhe shkova nese pata një audicion. Radio Prishtina ka qenë vend stacioni ku Nexhmia i mori hapat e parë në karrierën madhështore që do e përcjellte më pas. Atër shkojshin emisionet e gjalla. S'kishim lenta me inqizu emisionet, shpes. Gjallë, shkojshin me orkester. Nëra 5, ka ndodhë këmë shku në radio dhe e shku me njëherë drejt për drejt, me tërë për radio. Atëherë, kur kom kënu, kem pas 2 zyre. Zyra drejtori, zyra ka pas drejtora, e kom pa. Edhe, jo, të gjimnazi. Ka që shpesh ka gërmia, hala është ajo, me 2 drejt, ti s'ke lind, hala atë. Ka pas 2 drejtare të vogla, ka rruga këtu, edhe thonë katastrofë, mandi në blokun e parë, Dulevi në Ukadit Pallat, kishe ma mirë atje, ka qenë ma mirë. Por skena muzikore nuk ka qenë skena e vetme që Nexhmia ka shkelur. Në vitin 1967, për herë të parë, ajo u shfaq në skenën teatrale, duke e përjetuar një karrierë disa vjeçare, ku edhe aty korri një sukses të madh. Në teatr, kur është hap teatri kombëtar, në teatri krahinor atëherë, ka qenë si një mos vetë, edhe aty kom shkel darasat e teatri 2 vjetë, me të ndjerën Katarina Josipi, artiste që nuk di a ka me pas masi. Edhe me Riban Shale, e cila vdicë shumë herët, kështu që mbas 2 vjetë unë mandej dola të teatrit. Koncertet në atë kohë kanë qenë gjëja vetme që si artiste ju e keni pasur. Apo na tregoni disa nga koncertet që i mbani mend më së miri që ju kanë mbetur në memorie si koncertet më të mira në karrierën e juaj? Ka qenë shumë interesant hera parë e udhëtimit tim në Shqipëri. 71-shin, unë shkova me kolegun tim të ndjerëzëv të Pekin. Individualisht? Individualisht, po. Edhe i takova këta kolegët atje. Shpres, sa kom qenë në lumë. Nuk besojsha se ku jam. Më mend. Dëshirë me qenë. Më duket se ëndër. Mirë, po ata edhe shtin me zërë, me thonë drejtën, me zërë, me kënu me ansamblin shtetër. Ai moment ka qenë shumë i vështirë. Nuk i në nështru dëshirave të atyne? Po, s'kom pas. O, zëtë theshna, ku unë tash, po që bukur më kanë përcjellë ajo orkestër. Isha pika para fundit e ansamblit, kur s'kom me harru ato dur trokitje, unë e para herë në jetën time ku më folë në sen, ani ku në Shqipëri. Aqë më kanë pritë mirë, sa që unë, aplauzi ka qenë si me pas më mëntu. Po. Këtu në këtë fotografi, nga e djatha ime, është Bashkim Paçuku,
Nexhmie Pagarusha, është Ecrem Basha, shpresa unë, dhe është Leon Hajra. Mirë po, në ekipi kishim edhe të tjerë, po ky ishte një moment kur ishim, do me thonë, ne, si grup, edhe i kem marrë këto foto. Mirë po, kem edhe fotografi tjera nga ajo turne, e cila ka qenë një prej turneve ma të suksesshme, konsideroj unë, se organizimi ka qenë nivel, këngët ka qenë të përzgjedhura, aranzhmanet kanë qenë të përkryera, orkestri i madh simfonik e ka bot veten, dirigent e kanë bot veten, dhe me thonë ka qenë një koncert me të gjitha, kanë qenë një koncert komplet. Akordet e Kosovës ishin një pasqyrë zhvillimi dhe të përparimit të muzikës argëtuese kosovare. Këngëtarët më të mëdhenj të të gjitha kohërave kanë qenë pjesë e familjes së madhe të akordeve. Një festival që një vjet janë përgatitur. Edhe publiku, edhe këngëtarët janë zgjedhë një kriterium i madh ka qenë, edhe për melodinë, edhe për tekst, edhe për këngëtar. Një komision i cili ka vlerësuar këto gjëra. Edhe është pre garderoba special për akorde. Unë e di, kur kom marrë në studime në Prishtinë, 73-ën, kur kom debitu në akordet e Kosovës, ka qenë kënga Sy Jeshile Gojë Sheqere e kompozitorit nga Xhilani Isa, mbiemri s'po më kujtohet. Atëherë jem shpall debitantja më e suksesshme e akordeve. Do me thonë, ai ka qenë për mu një entre, hymja në skenën e artit në Kosovë. Në repertuarin e juaj, zonja Nexhmie ndodhen më shumë se 150 këngë. Ka shumë këngë që ende dëgjohen janë të pavdekshme. Sipas teje, cila është kënga që ty të pëlqen më së shumti, që ty të ka mbetë në zemër që një kohë të gjatë? Për vlera artistike, që unë pata fatin edhe unë edhe Kosova ta kemi një Rezhonovićin, i cili e ka bë një këngë në nivel të lartë artistik edhe popullor, Baresh. Unë në përket Jugosllavinë e kom punuar atë këngë, tash nuk du mu lavdru se si më kanë pritë. Jo, nuk është lavdërim, po kur nuk kanë dëgjuar diçka. Ndërsa te unë është fillimisht du me përmend këngën Turtullesh, edhe në një mënyrë identifikohna me këngën, atë këngë e kam punu në Kosovarja këndon në vitin ose 72 ose 73, Kosovarja këndon e i morë ajo këngë gjitha shpërblimet të publikut edhe të jurisë. Zonja Nexhmie, zonja shpresa, sipas shumë këngëtarëve, sipas shumë muzikantëve, ju e keni lënë muzikën shumë herët. Mendimi i tyre është që ishi dashur mu marrë me muzikë edhe më shumë. Pse ka ndodhur kjo? Pse nuk keni marrë ende me muzikë? Unë jam shumë e lumtur aty, mu gjithmonë në momentet më të vështira më ka ndihmuar Zoti. Një diçka më ka ndihmuar. Se kam qenë në Sarajevo, ka qenë Olimpiada 84. Edhe unë edhe orkestri radios, po jo fatkeqësisht, jo orkestri popullor, po Zbavic. Edhe ata ritmikisht, unë ato 10 ditë, unë punu me një hamambari të ishin, unë lokal kur s'kisha punu, prandaj aty kanë qenë disa gjëra që mu më kanë bloku. Ato ditë, pirja duhanit, deri vorë me kënu kafeone, mandej orkestri Zbavic ritmin ma shumë këmë bo fiskulturë se sa që këmë në të juronë ritmin. Nervoza, bam, bum, u blokova. Mandej Erluan Hajra, kur erdhaj shumë gëzova, mandej të nesër shot, ansambli Shota me dhe në koncert, besoni kërkush në botë s'kish dalë ashtu që shkëm dalë në të. Se u dashke me dalë, nuk kom dash me i qitë pozitë valtarë, se ata gjithë valtarë të lyshin gjitha lojnat, njëjtit.
Kështu që dashke me pas një pauzë derisa u veshin veshje tjetër. Mu një ton, dy ndelshin, veç ndjesht të më shkesh. Deri në fund që ashtë të kom qëndrit. Kur, ata së kom edhe të thënë, edhe e kom pas një mikë të tjerë, Imi Trovici s'ka qenë, Akademin e ka këtu në Sarajev, edhe tha, me gjitha ti mo, ta shkedi, alim, mos të lasë. Edhe bashkë që më ka interesu ma kur. Unë jem nda një kohë nga kanga, nga dy arsye. Arsyeja parë ka qenë që unë e zgjodha profesionin tim, si gjyqtare e çfarëdo gjykate, për arsye se unë personalisht e kom pa një lloj konfliktit interesit, edhe pse me kodin e etikës të avokatit, se tash jam avokate, nuk ndalohet ajo. Gjatë karierës suaj 40 vjeçare, ju keni marrë shumë çmime, jeni nderuar me shumë çmime, jeni shpallur qytetare nderi e Prishtinës, ndër to çmime është edhe çmimi këngëtarja e shekullit 20. Si ndiheni, çfarë mendoni për këto çmime, sa është e rëndësishme një çmim në karrierën tuaj muzikore? S'kam shka me udhëzu ma me këto shpërblime, se shpërblimi më i madh edhe jeta ime është populli, i cili nuk mund me dalë në rrugë pa më përqafë, pa u fotograf. Mirë, faleminderit që sidomos kjo artiste meritor që është tash sigurisht ka me vazhdu kjo, se s'ka qenë përpara. Edhe këngëtare shefull më ka ardhur shumë mirë se kanë votuar. Njerëzit do me thënë. Ka ekzistuar një respekt, një dashni e madhe ndaj meje. Nuk e kem bë këta për një çmim, asnjëherë. Natyrisht që çmimi është një lloj pranimi, është një lloj miradije. Edhe të motivon edhe matej për punë, të motivon për shumë shka, mirë po kjo nuk ka qenë prioriteti ynë kryesor. Ne nuk e kem bë asnjëherë këndimin. Mirë po çmimet natyrisht, shpërblimet kanë ardhur, çmimet kanë ardhur. Zonja Neqmie, zonja Shpresa, faleminderit shumë që pranuat ftesën e Privest, jeni pjesë e këtij emisioni. Faleminderit shumë që gjatë atë kohë t'jeni këtu sonte me ne. Juve ju dëshirojmë punë të mbarë. Inshallah ky emision ju pëlqen shiquzve edhe juve. Kemi qenë shumë sinqerta, shumë spontane, edhe kemi folë me gjuhën e popullit. Mënyrën më të lirë. Më të lirë, më të sinqert, më njerëzore, edhe ka që kisha me thënë. Unë edhe njëherë vetëm desha më ju falenderu. Jam pak e emocionuar në këtë moment, për arsye se këtë orë, këto momente, i kaluam bashk, i kalova me miken time të madhe Neqmie Pagarushën. Ky është një moment shumë i veçantë dhe i madhur. Kështu po e përjetoj.